A e keni menduar ndonjëherë se cili ishte shqiptari i parë që hyri në shtëpinë e bardhë? Jo një politikan i ditëve të sotme, jo një milioner, por një shkrimtar. Faik Konica. Njeriu që ngriti gazetarin shqiptare, që luftoi për gjuhën shqipe, që kritikoi, polemizoi dhe i dha kulturës shqiptare një standard të ri, përfundoi në zemër të diplomacisë amerikane. Në vitin 1926, qeveria shqiptare e emëroi Faik Konicën ministër fuqiplot, ambasador të Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, një postë që ai e mbajti për plot 13 vjet. Ky ishte misioni diplomatik më i gjatë i ndonjë shqiptari në Washington në atë kohë. Si diplomat, Konica nuk ishte thjesht përfaqësues zyrtar. Ai ishte ura e vetme e Shqipërisë me shbanë, në një epokë kur shteti shqiptar ishte ende i brisht, i ri dhe shpesh i keqkuptuar nga bota. Në arkivat amerikane ruhet një detaj i jashtëzakonshëm. Faik Konica ishte shqiptari i parë i njohur që u prit në shtëpinë e bardhë nga një president amerikan, gjatë takimeve të tij zyrtare me presidentët Calvin Coolidge dhe Herbert Hoover. Ai përfaqësonte jo vetëm një shtet të vogël ballkanik, por kulturën, gjuhën dhe aspiratat e një kombi që kërkonte njohje. Konica ishte i paarritshëm në stilin e tij. Ambasadat e tjera ishin formale, e tij ishte një sallon kulturor. Në mbrëmje që organizonte në Washington, ai promovonte letërsinë shqiptare, debatoi me senatorë, diskutoi politik dhe u bë një figurë e respektuar në qarqe diplomatike. Megjithse shpesh kritik i politikave shqiptare, ai mbeti gjithmonë një patriot i përkushtuar. Dhe fal tij, për herë të parë, emri Shqipëri u dëgjua qartë në korridoret e pushtetit amerikan. Faik Konica mbetet një nga mendjet më të ndritura shqiptare, shkrimtari që hyri në shtëpinë e bardhë dhe la gjumë në historinë e diplomacisë sonë.